Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 15 prill 2026. Siç e shihni, kemi ardhur në mes të muajit. Ka diçka shumë të madhe, duke pasur parasysh se kemi një aktivitet planetar që do thotë Mërkuri kalon në shenjën e Dashit. Në një shenjë që mund të mos i pëlqejë aty ku duhet, por do thotë për shpejtime, do thotë menduarit dhe refleksimin, reflektojmë se si. Këtu Mërkuri bëhet pasionant dhe jo vetëm ide, vizione, këmbgulje, durim dhe ndikimi i përfundimit të gjërave të mëdha që ka të bëjnë, është dhe mundësia e artë në atë çka kërkoni dhe bëni. Por megjithatë, kjo ditë është dhe dita e vazhdimësisë, nëse flasim për sa i përket pikërisht kësaj date, dhe referohemi ditës së mërkurë, ku gjërat do jenë shumë herë më mirë, shumë herë më pozitive në ato që neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Gjithashtu është një ditë shumë e rëndësishme, dita e mërkurit është dita e mërkurit, e kemi thënë dhe themi me të madhe për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe jo vetëm. Por pra se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz si shikoni atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson, si në fushën e punës, si në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që vijnë e kështu me radhë, që keni mundësinë, keni kohën, keni atë ritmin e gjërave të mëdha që ka të bëjnë, dhe kjo do thotë çështjet nga më të rëndësishme që ka të bëjnë në këto drejtime. Por juve keni mundësinë ose gjëra që doni të bëni dini më shumë për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket gjërave të tjera që dëshironi të dini, atëherë kemi astrologu.al, kemi atë faqen roz shikoni atje. Atje mund të shikoni, të zgjidhni një nga paketat ose ju intereson diçka e tillë, atëherë pastaj shkoni tek sekretaria duke dërguar një mesazh atje ose një email dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti me juve çdo të mërkurë në orën 20:00 kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet ndikohet shumë në lidhje me mundësitë, në lidhje me kohën e duhur, në momentin e duhur. Mërkuri në shenjën tuaj, një shenjë që vërtet nuk duron ngadalësime, nuk duron gjëra që të lihen pas dore, por për shpejtime. Nga për shpejtime nganjëherë mund të dhe gabojmë dhe kërkohet vëmendje. Në këtë aspekt, sa më të kujdesshëm të jemi, aq më mirë është për neve. Prandaj do të pasur pak kujdes për juve të shenjës së Dashit dhe diçit të parë. Kurse në fushën e dashurisë duket se me Luan dhe me Bricap është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit duket se kjo periudhë është një periudhë që na mëson shumë gjëra në lidhje me takime, bisedime, çështje të rëndësishme financiare, në lidhje me punën tonë, në lidhje me kërkesat tona që neve kemi, momente dhe mundësi të arta që vijnë gradualisht tek neve, por gjithashtu është një moment shumë pozitiv, është një moment që vërtet ndikon në jetën tona. Është një moment shumë i mirë, stabilizues dhe çështjet ekonomike financiare në lidhje me punën, në lidhje me stabilizimin e financave, sidomos me financat, se kjo është diçka mjaft perfekte në anën ekonomike, por gjithashtu duket se me kalimin e kohës, juve të shenjës së Demit në fushën e ekonomisë do keni shumë shanse të mira për stabilizimin ekonomik dhe një takim që mund të bëni në orën 12 është idealja. Në çështjet shpirtërore, lidhje që ka të bëjnë me ujorët e ditëshit parë, me shigjetarët e ditëshit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Binjakët të dashur, nëse keni kohën tuaj ose keni gjëra që doni të rregulloni, të stabilizoni ekonominë tuaj, të tre ditëshit kanë një ndikim shumë mirë për këtë ditë, është dita shumë favorite e mundësive të arta, e kohës dhe ndryshimeve të mëdha që do të vinë tani tutje, ku ky moment është momenti juaj, është momenti që vërtet na jep mundësinë, na jep dhe kohën e duhur për nisma të reja dhe ndryshime të mëdha që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e ditëshit parë, me bricapët e ditëshit të tretë është perfektja, edhe pse disa gjëra mund mos jenë ashtu siç pritet, por është diçka që është e pritshme dhe e rëndësishme në jetën tonë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me bricap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Gaforja dashura, duket se dielli ka lindur për juve
dhe nuk e diskutoj dhe koha që tregon është mjaft ndikuese dhe pozicionimi i planeteve që ka të bëjnë në këtë aspekt nuk e vë ndryshim sepse është diçka shumë pozitive. Madje është korrekte nga ana juaj sepse Gaforia gjithmonë është një hap para se çfarë ndodh dhe në lidhje me takimet, lidhje me vendimet, lidhje me edhe ndryshime që mund keni pasur ndryshimet nga ana ekonomike financiare, por kjo tani për tani është një moment mjaft i mirë sepse keni surpriza në ekonomi, keni gjëra që vërtet kjo periudhë është e juaja dhe mbi ndryshime që do të keni janë ndryshime fantastike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditës parë, me shqiptarët e ditës tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se tani për tani, edhe pse jemi pak a shumë në dilemë për ato që çka neve bëjmë edhe se çka neve kërkojmë, unë ju them që kjo periudhë është një periudhë që vërtet keni dëshirën tuaj, keni momentin dhe kohën e duhur për sa i përket punës, për sa i përket takimeve, sepse janë takimet mjaft stabilizues në ekonominë tuaj dhe në gjërat e tjera që do të ndikojnë në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh parë, me ujor të 10 ditësh tretë është perfektja, edhe pse jeni pak a shumë në lidhje me punën ose në lidhje me takimet e bisedimet që bëhen, por është një moment tani mjaft i mirë për të stabilizuar çështjet ekonomike financiare, për të stabilizuar gjëra, sepse luan ndikimi që ka të bëjnë edhe koha është mjaft ndikuese dhe tepër pozitive, por dashuria dhe mundësia keni të bëni me luan të ditës parë, me akrep të ditës tretë dhe me peshk është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Çfarë ndodh me virgjëresha? Virgjëresha duket se kanë të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, kanë të bëjnë shumë me gjërat që do të diktojnë ose ndikojnë në anën tuaj. Është një mundësi shumë e mirë tani për punën dhe karrierën, për ndryshimin dhe vendimin, por tani për tani mirë do jetë që juve të keni një bisedë, nuk do ishte keq, me persona shumë të rëndësishëm në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me anën e biznesit, sepse kjo lidhet shumë në lidhje me biznesin, ku tani për tani keni gjitha mundësitë ekonomike financiare, gjitha mundësitë që do të zgjidhni gradualisht, keni dhe mundësinë ekonomike financiare, por në fakt ka diçka shumë të madhe që për juve lidhet vazhdimësia dhe korrektësia ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor të ditës parë dhe me bricap të ditës tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Përse përket peshoreve, meqenëse peshorët tani për tani, edhe pse nuk janë pak janë dilemat e tyre, por kanë dhe mundësi të ardhë në ekonominë. Në ekonomi sidomos nuk e diskutoj këtë, sepse është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë mjaft e rëndësishme për nga ana ekonomike, shumë e rëndësishme në vazhdimsi të punës dhe të karrierës. Në çështjet të lidhje me anën shpirtërore këtu nuk e diskutoj unë, sepse ka një ndikim shumë të mirë me takime pune, në lidhje me vendimet historike që ka të bëjnë në lidhje me punën tuaj, por gjërat që janë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimit të madh, e keni mundësinë dhe periudhën e duhur në anën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim në anën tuaj. Meqenëse në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepi dashur, nëse keni pasur probleme të mbartura, po di unë prej kohësh për shembull, por është një moment tani se gjërat janë favorin tuaj, jo disfavor, sepse edhe me punën që lidhen dhe me karrierën, po edhe me disa takime mjaft të rëndësishme, kanë dhe stabilizimin, kanë atë mënyrën se si gjërat vinë ose periudha që ndodhin fenomenet e ndryshme që ju keni, por edhe disa gjëra që janë vështirësi ekonomike ose gjëra që pak a shumë juve ndikoheni dhe rrezatoni në këtë aspekt. Çështjet që kanë bënë puna, që kanë bënë me disa takime të rastësishme nga dreka, është shumë pozitive. Akrepët e presin me padurimi që tillë, sepse janë në qendër vëmendjes për vetën e tyre, po kanë të drejtën e tyre, jo se të tretët flasin për sa përket shenjës së akrepëve, por akrepët janë mjaft ndikues, janë mjaft pozitiv, janë mjaft ndryshe nga ç'mendohet dhe është momenti juaj për të gëzuar në gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, gjithashtu një lidhje me peshk
bashkim familjar dhe me luan të dhjetësit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, megjithëse shigjetarët duket se tani e tutje kanë disa mundësi, por këto janë mundësitë që juve i keni, nuk e diskutoj, por nga njëra anë vërtet jeni pak a shumë në dilemë për punën tuaj, por kjo do të thotë se ka një ndikim shumë të mirë, ka një ndikim shumë pozitiv në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës suaj, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në anën e punës suaj dhe të karrierës në lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshime të mëdha që do të kenë tani tutje, janë ndryshime fantastike për arsye të punës dhe të kohës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e dhjetësit tret, me virgjëresht e dhjetësit par, është diçka që lidhet me asaj çka do të bëjë dhe me asaj që është e realizueshme dhe ka kohën e vet në stabilizime dhe jo vetëm. Dashuria, një bashkim familjar ose keni pasur një problem, jeni me peshk të dhjetësit të tret. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë bricjapi. Bricjapi të dashur, juve i fokusoni shumë tek puna këto ditë, sepse fillimi mbar gjysmë e punës, ndikimi që ka të bëjmë, për shembull, tani jemi në mesin e muajit prill, ku disa gjëra vinë gradualisht dhe vinë natyrshëm për stabilizimin ekonomik, për stabilizimin e gjërave, por njëkohësisht ka dhe gjëra të tjera që do t'i keni mundësinë për sa i përket stabilizimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për punën dhe për karrierën, por me karrierën e keni mundësinë dhe kohën e duhur, sepse zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Meqense ana dhe momenti i duhur mbi takime pune, mbi ndryshime, mbi vendime, mbi mundësitë të arta që juve keni, janë mundësitë e juaja, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura më përpara, po vjen një moment tani i zgjidhjes së konflikteve të vjetra që keni pasur dhe periudha që ndodhi fenomene në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep të dhjetësit par, me dem të dhjetësit tetë është perfektja, edhe pse disa gjëra mund mos jenë ashtu siç pritet, por janë ato që duhet dhe ato që janë në kërkim të ndikimeve të mëdha dhe mundësitë që ju e keni. Bini pas, do më kujtoni. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë ujori. Ujorët e dashur, ajo që do fokusoni sot është mirë në lidhje me punën tuaj aktuale, edhe pse do t'ju duhet të bëni lëvizje nga i vend pune që jeni, por nga i lëvizjet janë edhe për të mirë, nuk është vetëm për të keq, lëvizjet në punë ose bëni diçka tjetër që kjo nuk është e vërtetë, por është e vërteta kjo. Një njësoj është, dash në këtë anë, dash nga anën tjetër, mundësitë i keni, periudha është e duhura mbi takimet dhe ndryshimet, mbi vendimet dhe mundësitë të arta që vijnë, është një kohë përcaktuese në lidhje me anën tuaj dhe biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetësit par, me gaforet të dhjetësit tetë është perfektja, por njëkohësisht edhe me dem të dhjetësit dytë që është koha juaj, momenti dhe vazhdimësia në këtë drejtim. Në çështje që lidhen me punën tuaj aktuale, lidhen me takimet dhe bisedimet të rëndësishme që keni, është një moment shumë i mirë dhe shumë pozitiv për gjëra të mëdha. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur disa problematike të vogla, por do t'i zgjidhni sidomos me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshqët dashur, duket se kjo periudhë ju ka munguar, do ta thosha unë, për sa i përket arsyes së punës, lajmeve, gjërave të papritura që keni dhe si mundësi, një ndryshim shumë i madh që vjen drejt jush për arsye të punës dhe të karrierës, për takime dhe bisedime shumë të rëndësishme financiare, lidhe shumë me financat, por edhe momentet e duhura në takime shumë të rëndësishme në punë, në karrierë dhe në vendime që do të merren tani tutje. Këto janë vendime historike, ekonomike dhe financiare. Një nga momentet më të mira që do të keni, kohën më të mirë që do të jeni tani tutje, janë gjëra shumë pozitive, janë gjëra shumë të rëndësishme, por do të shikoni dhe vetë, sepse kjo kohë është e juaja dhe ju përket juve. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me shigjetarët e dhjetësit par, jeni gati të përgjigjeni kërkesave dhe mundësive të arta që vijnë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 15 prill 2026, ditë e mërkurë. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet e detajura, ata kemi pikërisht këtë faqen këtu, astrologu.al. Duke klikuar, duke parë, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe në email, flasim bashkë në WhatsApp dhe në Viber. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh në pyetje përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00, kemi këtë butonin këtu. E klikoni
e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në një rregull, ismirat.